Freskinë e pasditës deshit a shfrytëzoi për ta flladitur edhe barin në Obor. Kur këtë e përfundoi, pajisjes me të cilën e nxorri ujin nga bunari, LB nga muzeqina e shtimës i apa sherrin. Teksa po e hiqte atë nga pusi, akshamin e së hënës 72 vjeçi ra brenda tij. Për ta nxjerrë të moshuarin fillimisht të mobilizuan të afërmit e më pas u thirrën organet e rendit. Veç 3 zyrtarëve policor me ta në rrugën Veteranët e Lirisë, shkoi edhe shefi i ndërrimit që ishte jashtë detyrës. Njëri polic me ndihmën e shkallëve hyri brenda në bunar për ta shpëtuar të vjetrin. Me ndihmën e 3 zyrtarëve që kanë qenë lart, e kanë lëshuar njërin zyrtar në bunar, edhe ka arritur që me dhënë ndihmën fillimisht e ka qetësuar dhe të moshurin që ishte në thellësinë e ujit, thujse deri në qafë. E ka bën një lidhje të lehtë me litarën nën krahat, në parakrah, dhe faktikisht ka filluar tërheqja e moshurit. Kur jeta ju shpëtua, ky pati nevojë për ndihmë mjekësore. Tretmanin fillimisht e mori në shtime e më pas u dërgua në spitalin e Ferizajt. Përpos një temperature të ulët që ka pasur ndër lëndimin pjesën e pasme të qafës, po ashtu në pjesën e pasme të shpinës, disa gërvishje. Këtu pasi ka marrë trajtimin nga ekipa kujdestare, pacienti me parametra stabil dhe me gjendje stabile është liruar për trajtim shtëpiak. Familjarët e tij nuk pranuan të flasin para kamerës, por pohuan se kjo ka ardhur nga marrëmendja që ka pasur babai i tyre. Me veprimet e policëve që sipas komandantit Haxhi Behluli rrezikuan edhe jetën e tyre, ndihen krenar krejt stacioni ku ata shërbejnë. Në raste të jashtëzakonshme, ta quaj ashtu sikur ky, që ka qenë bunari në thellësi afërsisht 10 metra, duhet të jetë një guzim tepër i madh që të vendos për me vepruar në këtë incident. Kështu që e çmoj edhe policin që ka vepruar në këtë rast. Behluli pohoi se me raste të kësaj natyre nuk janë përballur më parë.